Përshëndetje dhe mirë se u rigjetëm. Jemi rikthyer edhe kësaj radhe, bashkë me mua është Pashtriku në krah të gjathë. Përshëndetje Shkëlzan. Përshëndetje dhe ne kemi menduar që për Ramazan ta kemi mysafir një bajram, edhe në këtë rast e kemi Bajram Jashari. Mirë se erdhe zotri Bajrami. Mirë se na erdhe. Bajramin e kemi përndryshe nga Gerajt, fshati i Gerave komunës tonë, Preshevës, dhe kemi mendu bashkë me Pashtrikin që ta kemi një figurë pak më ndryshe, pak më interesante, ndoshta jo shumë të njohur për publikun, mirë po gjithsesi të njohur për të gjithë neve që kemi pas punë me Gerajt, me aktivitetet ndryshme në Preshevë. Edhe kur e bisedum, thëshmi se di ashtë e pranoshme me thirë Bajramin në Ramazan, po mendum me gjitha ta marmi Bajramin edhe qështa vendosën emrin Bajram, kështu. Po, une u dash ma vendos emrin se kom lind natën e Bajramit. Dhe me thonë e shkurt. E pas ka një lidhje me natë Bajramit direkt. Me natë Bajramit edhe do të kom lind me emrin tem. Dinin e festës e pa. Edhe ndoshta gjeneratës teme ma ndej, jo mi vetëmi se e kom shumë datën e sakt. Ditën e sakt. A të ka bova ki edhe në vitet e arshme me të ra, për shumë Bajrami sa ditë ke lind? Një datëlindje e kom pas me të njëjtën ditë. Do më thonë një. Ate e kom vërtetu se Qyshu 33 vite, apo s'din që shi bjetë njëjtën ditë. Mas 33 viteve, po? Ndokët në 33 që shumë kujtohet, i ka ronë natën e Bajramit 10 shkurti. Interesante. Do më thonë me kalendar hënor, a? Me kalendar hënor, se... Me ju Gerajt jeni të njohur për këtë farë punën e kalendarit hënor, diçka gjithmonë ma herët e keni vo Bajramin, ande ki konte atë, apo diçka qëtër ka lidhje, edhe me mu ka lidhje, se jonë gëzu gjithë fshati për lindjen teme, që i 10 fëmijë gjallë. I pari gjallë motra, i 10 gjalli. Do me thonë, thëmija i parë kam bjetu, edhe thëmija i 10. Po, 8 mesëm kam vdek, jonë gëzu edhe fshati, edhe me jemën, edhe me kalendarën hernor, na kemi pas hoxhën, a i ka ditë mirë këtë punë, se duhet me honë mundal e munis Ramazani. Cili hoxhë u konë? Malla Fejza. Po, që ka boj, që ka ditë atë punë, që thoi kesha, thoi kaj? E ka përcjell hanën, e ka përcjell, a e ka ditë. Ato bile dhe e kanë marë në pyetje pse ti pëndronë. Shkon me kalendarin zyrtar, a? Me kalendarin Gregorian që i thonë. A i ja ka vërtetu, ju ka tregu se kjo punë shkon me honë, me kalendarin hanor, jo me kunat intekët. Ju do me thonë e bëjsh një Bajramin një ditë ma herët? Qëre, kër e nismi ma herës, nuk na hisë najdojke. Amo kër e kishmi ma herës, shumë mirë na vijë. E tash, në qera ka tunda, shkosh një me po Bajram, o veç ndërmet vete? Jo, aty veç ndërmet vete. Po se për shembull është një farë diversiteti, një farë shumë të Gerajt Bajram të kënena më Preshevë, ose në Gjukar, Ramazan hala. Po pa të ketë, bile kune i kemi, kush u bo hoqë na, kam pas qef edhe ata, po s'kam vizu. Se shumë e hoqë u bo hoqë të Gerajt. Për arsujet medresës. Medresës ka pas, po pa medreze, ka majtë legjerata hoqë i Gerajt. Kemi lexuar dikun se shumë prej nxënësve të fesë kanë shku te ky mësuesi hoxha i Gerave, kanë marrë mësime prej Bugarinës, prej fshatrave qerë, që dikun është ka qenë një objekt ku kanë mësu si mojësojtore, si klasë. Po, ka qenë afër xhamisë, në gjithë me xhamin, me tepi.
Me i tepi, dhe me thonë aty ju mbo ato mësimet ato. Po, një kohë kur e kanë ndalu, të në për shpia kanë shku. E kinë se e kanë ndalu, me gjithse se kanë pengu kur kune, se pushteti atëhershëm ka pas qef mi ndalu shkollat, jo? Po. Bajram, ti me kështu tash jeton i lindur, i rritur edhe po jeton në Tegerajt. Tegerajt. Po nuk e di sa qëndrojnë këto teorit, këto legjendat, gojdhanat se Gerajt janë prej Norçës. Po na e kemi mahallën e Gerajve në Norç. Edhe thirrmi Kusheri. Me ta, Cila është e më? po është mahalla Gerajve. Nuk ka domethënë ndonjë specifik qëtër që me thonë na jemi. Po, ekziston ajo se në Norç kanë qenë vëllezrit e djemt e Norës. Do thot Gjergji, Pali, Rela, Gjini, ato e din. Do me thonë Nora i ka pas 4 gjema? Jo, ma shumë. Ma shumë? 5, 6. Po, edhe si cilë ka bo një lagjet vetën, Po, lagjet të në janë shpërnda. Alia Gjergji ka shku të Gerajt. Gjergji. Gjergji e ka pas emrin edhe Ali edhe Gjergj. Qësh është e mundshme, do me thonë për ato, Po. Ali Gjergj se i thojnë zyrtarisht? Po getë zyrtarisht pëse në thojnë ata Ali Gjergj, se ata ma original më në thojnë ata Ali Gjergj. Pse kjo qësh është e mundshme? Po, qashtu ka qenë. Dy jem, në që shqipot a i dy me kushjale, a i ndashtë u konë atë kohë, tradit mi alon dy jem, na? Pa sigurisht kër e ka pranu fejen islame, e ka marrë emrin Ali. Ama ka thunë ta moj edhe temi që akom original. Pa ta kanë ditë kej se ajo është Gjergj. Edhe, me gjithë se na përlami me Kusherit ka nere, se unë ju thomë ju e keni prejadën për Gerajve, Norçave. Po. Do me thonë, Ali Gjergj është Gjergji që është bo Ali, edhe ka shku vendos aty, për e atëherit, do me thonë, shpijave të aty me i kanë thonë Ali Gjergj. Po, Ali Gera, e kanë shkurtu. Po. Ali Gera. E këta qërë gjem, këta Pali, këta, kanë nejtë Norç, a ju në shtrina për qëra fshatra? Rela ka shku në Leran. Leran. Rela. Po. Zhuja, sha di une, në Zhunic. Në Zhuj. Po. I gjinove në Qukark, në Golem i Dallë nuk e di. I cilës ma adhosht, i cilët vla. Do me thonë paka shumë që ata vlazrit i kanë këto fshatrat, me familjet e këtëve fshatrave. Do me thonë të gjithë paka shumë për bje që janë një familje, një trungë. Qukark, Gerajt, Golem i Dallë, Leran, jo gjithë Zhunica. Një pjesë, do me thonë. Një pjesë, po pjesa ma madhe, po. Janë prej që atë thonë familjes, do me thonë. Që ati fisi. Qëfar fisi jeni kështu? Na jemi fisi sopë. Fisi sopë, do me thonë. Këtë këta, fisi sopë, si fisi. Po, fisi sopë. Edhe nuk e di, a e dini se në Lugin dominon fisi sopë. Në ku me ndu valla që ma shumë janë në i Krasniq që se kelmen diçka. Ja, ti shaju po prashtrik se pas në harru më pyt. Unë për nga fisi jam fisi thaqë. Thaqë, unë e sopë, a përse që Bajrami po do më thonë po dominunin të vëllin. Tash këtu votojmë si dush, në 2-1. Bile unë që e di edhe në salca jonë sopë. Edhe në salca sopë. Kemi Shal, kemi Berish, Krasniq, po do me thonë si shumic, po ka shmi sofi. Po, nuk e di, vetë që di që në me një fjallë popullore, përmendën thasht, kelmend, Krasniq, a sop nuk e di a përmendën aty, është, nuk më kujtojt bash ajo. Jo, përmendët. Beleve jam veshe, e di që është, e di që është, dhe më thonë, gjarpnia e thaqit, e trimnia Krasniqës, nuk e di që shtu, nëse e mbje në ndërku e thëmë, a për sop nuk e di që ka thujnë. A ka pas nëj...
shakona i Po fara. vjen nati me kallzu, po kallzoja. Thonë ketë një dras në kësan, a sop 2. Çfarë kom Domethënë edhe ja pa në rregull. Në rregull, që tash jena të barabartë. Ja, nëse pak mështire më ndjerë që të Ani e mirë, po sigurisht që më përmisu ato drasa, nuk sigurisht. Ka dalë lloj-lloj mjete, lloj-lloj ngjitsi. Ja, po, e vërtet është. Ka avancu edhe teknologjia. Po domethënë të na është interesant se puna e fisëve nuk flitet shumë të na. Shumica për shembull kur ta pyet çfarë fisi je, ai thot mahalle, nuk ket mahalle, më vetë e ket kupton. Është interesant domethënë se fiset tona janë të shumta që disa edhe domethënë që po thoni ju edhe në Lugin kryesisht po dominoj kanë sopt. Në vendet tjera, domethënë Kosovës, tjera, Shqipërisë, edhe fort tash dal nga dal ja kanë nisë edhe me hek këtu. Po kështu. Për me u bë fes, që shedi unë, duhet me mri, janë disa kushte. Një numër caktum njerëzve. Po. Ka rregull aty, s'mund të më bë fes me 10 njerëz, me 50, me 50 kusheri. Çysh duhet më kriju një fes? Une, për nga kusherit, jemi burra jo 500, po popull 500 banori kemi arrit. Të gerajt. Të gerajt, veç kusherit. Veç lagja juve, malla juve. Po. Jashart. Po, jashart. Edhe nashtë edhe e kemi mri kushtin më bo fesat. Po për para që shkom ndi për një pleqnari që a kemi pas, se fisi u dasht me mri numrin e mashkujve, zdi, nuk e di, sa meshkuj me pas, edhe të gatshëm për luft. Edhe ti tani ke mujt me folën e montatin e 50 mashkuj, apo se di sakt, edhe për me arrit kushtin me mri për me u konë më kujt fis, që ashtu ka shku. Tash mos ka nevoj ashtu se... A të përqenë muzika, Bera? Po. Përqenë? A ngon muzika? Në kohën e fundit më ka përzi, unë për para kom ndëgju pim fmi muzikë folklorike. Po mendoj kangë me qifteli. Po. Edhe po tash... Po ngoni edhe këto tjera? Këto tjerët, po popullore, ma shumë. Popullore. E me këto vallëzimjat, pëlqen instrumentalet e ato muzika me daoll, me zule, që është në traditena? Po, vallëzoj ka pak me daoll. I pëlqen këto vallët e tona? Po. Cilën e kështë? Mas shumë ti në troje shqiptare, vallë ka Lugina e Preshevës. A kështë përmende një këtë? Po e para është vallja e Deliagushit. Ti ndë pëse është ka jo aty pare edhe... Jo, ka na, është e këtë Luginës. Po. E Deliagushit. Deliagushi e ka edhe një kru të fanë, shumë ekziston hala. Po. Kroj Deliagushi. Dikun për mi në to malit, në to kodrat për mi bilaqet e kroni Deliagushit. Edhe valja ka lidhe diçka të bëj me koroshnis për luft, apo me kronin diçka? Me luft valja. Interesant se, për shembull, tash fjala deli, nga turqishtja nëse e marrë është i çmendur. A kushti i çmendur diçka, domethënë që a ka pas diçka të lidhje me to? Po. Ka pas ai. Tukse ka jetu gatë kohë në përmale si kaçak. Po. Ata kanë kujt deli. Po. I kalon postet në perandorinë Osmane që i ka pas. Nuk u pajtu me disa punë dhe i ka dalë kaçak. Domethënë pas ka lidhje me perandorinë Osmane. Se ai sa e di unë, ai ka qenë një lloj oficeri në perandorinë Osmane. Edhe ai domethënë e ka lënë krejt ato postet që i ka pas perandorinë Osmane edhe për më kthy.
Nuk e di ç'është ajo në historia, dikush i Somolicës që e ka pas një lloj të përkrojt Taliagushit, a? Moshatar, po kur e përmenda ai para folë si jem shokon këtu Femi Maliqi. Po, që ka ditë përmend Femi Maliqi ka ditë përmend që Agajmerin. Po, edhe shqiptarët kanë pas shumë Agajmera. Edhe një ç'e ka mësuar Agajmerin me? Ku e keni mësuar ju Agajmerin? ka pas qenime, kemi për me lexu për Agajmerin, nuk e majnë me në cilën libër, ku e kam lexu atë vjersh, e gjatë ka qenë, po në shkollë, dikush për profesorve na i ka... Sa mirë, do me thonë, mësuesit kanë bo edhe edukimin ka aspekti traditës, kulturës, kanë përcjell histori përmes këngës, përmes vjershës. Ku thash shqiptarët kanë pas shumë Agajmera. Një ndër ta u kon një moshatari i Deliagushit, i cili Agajmeri mas 9 vjetëve u kthy. Po. Pa i su kthy kur, ka me në Turki. Ka kriju familja, që ka i kalon qëtërën familje. Kush është ai? Ai ka qenë Nga u kon ai? gjysh nga Somolica. Aha. Ai ka qenë gjysh i nanës time. Aha. Edhe djali i tij që nuk e ka njoft kur babën e vet, tek Roni Deliagushit u ngatru me disa Banor qerë? banor, me disa njerëz që kanë rujt kafsha, që me Po. fshatar të atin e fshatër Po. ata në kodrëve, që Kapçinja. po ja bajnë shi që ati afer, edhe pse po pini ujë këtu te Kroni. Edhe kanë një nga thresa ati një vrasje ka ndodhë, dhe ai ka ik, u detiru me ik, me shku me gjetë babën, a babën se ka ditë ku e ka. Po e ka gjetë, mos i ka shku a gjetë mas një 6 mujve. Në Istanbul. Jo në Istanbul, larkë Istanbulit, dikund. E kanë gjetë zaptit, e kanë thonë, sa i për mu i shy, ka marrë ku ka dasht, ku ka gjetë diçka për me gjallë. Po, për me jetu, mbi jetu. Kur e kanë marrë në pyetja atë, i kaj që je qysh, tek, thotë se unë e babën e kom këtu, po për çudi ai një zabit, se tregoj ke migja i nonës. Ku e ka, për çudi e janë njoft, se ka qenë shqiptare. Thotë, kallëzo drejt, thotë unë e kom një shoq Bilaqit. Se Bilaci në atë kohë konë qendër. Po, unë Bilaci. I unës Bilacit edhe e ves ato. Thot, kush është ai? Thot, Belole kojmë, thot, ajo është baba emër. Edhe qashtu e ka gjetë babën. Ai tani e ka qute baba. Edhe ai nuk e ka njoft. Interesant. Edhe ajo konë një Agajmer që ka shku në luft, po mos i ka linë të minja, ase jemnin pa ja ndu gjallit. E nuk e ka njoft. Ai nuk e ka ditë që ka jemi, që jemnin Shajp. Thot, jo, e pyet njerë, thot, Ramadana jeti, e thot, jo, se i tregon, thot, ta kompru një dijet madhe, gjallin ta kompru. Thot, jo, s'jom Ramadani, Sulejman, jo, s'jom, po kush jeti Shajpi? Motrët e tua, kur i përmend motrët, e ka kuptu se o gjalli vetë. Do me thonë, kur ka shku ky Bilali për Turki, ky thmija ka qenë palint. Ashtu diçka. Po, edhe anes pape kopte histori. Kur janë këthi askert e lufte, Agajmerët, kanë dalë edhe Shaipi, Ramadani, Sulejmani, Fejimja, Fatimja. Me prit babën. Babët e qerve ketë kanë ardhë, i atin me s'ka ardhë. Saj, ku ka qenë me shërbim, a gje kanë di se këtu i kanë prej, kanë djegi, kanë ka thonë, s'ka ku më këshu. Ma mirë mos shkoj, se jesi trend. Ka marrë vesh mas shumë kove që i ka ketë gjallë. Po mas andejta në s'ka, për shkak punës që e ka pasaj, para se me shkua, gjë nuk ka ardhë.
Bajram, e dim që je pasionum pas historisë, pas kulturës, traditës kombëtare, edhe dim që ke njohuri për disa toponime, disa vendbanime të vjetra këtu për rreth fshatrave tonë, për atë pjesën e Lanikut, pjesën e Prohorit, bile kam dëgjuar që deri vonë ka pas njerëz të besimit ortodoks, të Pçinjës ose të Lanikut, nëse s'gaboj, që kam pas familjar të Gerajt. Po. Qysh ku ka ndodhur kjo? Qysh se tash na Po i dim. Lugina e Pçinjës, disa fshatra kanë qenë shqiptar ortodoks. Dikun der ka vitin 1920, ata janë ujt, janë ditë që janë shqiptar ortodoks, po në atë kohë kishim pas tonë shkije, kush u largu prej fesë katolike, kanë me shkije ata, edhe ndërkohë tani janë slavizuar. Po i fundit, një gru ka qenë e martuar te Gerajt. E aty me fshatrave, po. E fshatrave, a ka qenë e Kosharës, a Glamnjanit, Ku është Kosharja që Po është një koshare në Luginë Pçinjës dikund. Po, këtu afër neve, ha? Po, afër neve, koshare. Edhe vetë banorët e agjejt e din vendin, hala i thonë koshare. Po është një vend katon, i thonë. Po është Glamnjan. Në Glamnjan do këtë ka në Leran edhe në Pushtran, ha? Në Leran e di që ka, Glamnjan. Të ardhën për e Glamnjanit. Prej agjejt. Një është 5-6 kodra më dashtë, dhe me thonë. Një kodër që shifet prej ka, mas asaj kodrës janë ato fshatrët. Janë hala ka banor sërb, sejdat janë, me emën, është Harvanica. Qysh Arva? Harvanica. Harvanica. Po, i fundit që është përngull për ati u konë Hasan Harvanica. Bilaj kish pas 2-3 mlime ujë. Më qinjë ati. Ekzistojnë fshatri. Veç vendet, janë gërmallat, po me banor është sejdat, i thojnë. Sejdat? është zyrtarisht emri sejdat, apo veç e njohin? Edhe zyrtarisht kam jetë sejd, sejdinci, i thojnë këta. A ka banor hala që a jeton dikush atit në sejdaj? Po, jeton. Po. Këtu ka të Gerajt, a ka do një vend banim, apo qysh këto fshatra qera të na për rreth që nuk është tash ose që u konë ma herët, a dy qysh s'pëdi? Është janë afër Bugarinës, është Çavadart. Çavadart. A ka qenë do më thonë fshat? Fshat ka qenë. Tash janë veç 2 shtëpiza, kamp shtëpiza, apo... A janë shkri ato në katon të Strezocës e Bugarinës, apo veç kanë me qashtu që pëthu? Jo, Çavadart kanë dalë në Preshev, në Kumanov, janë shpërngull, po ma shumë ka në Kumanov. Po ka dhe në Strezocë, ku i thojmë të Hashant, ati? Të Hashant, pa. Se bile Strezocës, Hashant e kanë pas emnin Strezocës. Edhe në vitin 1670 Strezovca ka pas Strezovca emnin. E kom pas qenime. Qysh në atë ko? Qysh në atë ko e ka pas emnin Strezovca. Po tani e ka ndru. Hashani e ka non ku jetojnë shqiptarët, Strezovca që ka non një fshat afër Gerajve është. Strezovca. Ba. Ato qenime janë të marrme për në arhiv në Stamboll, dikush një i Vranjes. Librën e kom lexu, e kom shfletu në vërtet. Sa ne kom lexu. Ekziston libër. Ati folet se në fshatin Gerajt ka qenë fshati Dragush, ose në rreth fshatit Gerajve. Do të thonë një vendbanim me emrin Dragush. Vendbanim që u zhduk. Po. Ndër Çavadart e Strezocës ka një vendbanim, po ati i kantonën Balinovc. Balinovc. Në fush ka afër
të udhkry që për strezoc, shashmon për gjerajt. So prej, për shembull, për këtyre fshatrave që i kena për rreth e kanë rujt atë farë identitetin e vet qysh më herë që kanë pas. Për shembull, sot na e dim që Bugarina është zyrtarisht Slavojevc. Po është ndryshu. Kurse domethënë identitetin e vërtet e ka pas domethënë Bugarina. A ka domethënë fshatra të tjerë që i kanë ndryshu emrin gjatë kohës? Po me i rujt Gjerajt e kanë Gjerajt, megjithse ata na thonë zyrtarisht është Aligjerce tash. A Gjerajt, Lerani e Relan e ka pas simbas emnit Relës. Simbas Relës. Po që thot më herët që prej Norçës. Vllai i Gjerajve. Po, vllai i Gjergjit. Po. Rela Bushtran edhe do thot i vetmi që ka rujt emnin se në çato shënimet e vjetra Bushtran ka qenë. Bushtran. A ka rënoja të vjetra këto fshatra vendbanime që janë hulumtu prej arkeologëve, prej historianëve? Atë ka rami pas se një kohë dim që ke qenë për disa kohë kryetari i bashkisë lokale i angazhuar në aktivitete politike, atë ka rami pa atë hulumtu aty pare, atë ka la? Te Gjerajt ku e kemi na i thojmë Vareza edhe Kodradhaullit. Në vitin 1952 ka pas arkeolog për Beogradit, po ata nuk kanë tregu kur gjo për atë vend. Nuk kanë thonë janë Vareza romake, këto s'kan lidhje me juve. Mas natë e nëndës, unë e kom hulumtu, kom gjetë unaza, që ato kanë qenë unaza i lire. Dhe më thonë, i ki pyet njerëzit që i kuptojnë këto dhe të kanë thonë janë? I kom në dy venda, në Prishtinë edhe në Shkup, të njohës që kanë qenë. Të historisë, dhe, të arkeologjisë. Të arkeologjisë, me do farë analiza një njohës i mirë në Shkup ka qenë, ajo legura, ajo në bazë të legurës, në bazë përbërjes së me metaleve, ajo në mbi 2000 vjetë. Aty ka rënoja, apo diçka? Rënojat i kanë Gurqa e në konë, që në konë ajo ai tumuli, i kanë bartë banorët, kanë ndërtu mure, kanë ndërtu në vërkatonët, ka mjetë si veç tumuli, ajo shifët, tuma, Vareza ka ati, Varezat janë me gur, me rasat gurve të bome. Po, ta më stilit vjetër, po, ta më stilit, po. Veç me rasat gurve është e bome. Kjo tuma çka është? Tuma që janë Vareza i lire. Po. Do që shënë bua ato më herët? Se di që nuk janë si Varezat tona që janë... Si një pirk i dheut, aty janë varros, si dhe piramide. Ajo është tumve që i kanë thonë, tum i lire. Po s'kan pas drejtim. Varezat në për tuma kur janë varros, i kanë rendit rend. Nuk ka pas drejtim lindje perëndim apo aty. Po i kanë bu... Një farradhiqe piramidale, diçka. Interesant, kjo tumat e Gjerajt, jo forte hulumtume, jo forte... Hulumtume nga arkeologët, sigurisht nga Beogradi, kanë qenë vitin 1952 e di sakt, që... Ama juve s'ju kanë thonë do një shënim punim që kanë hulumtume. Kanë thonë, këto vora nuk janë t'juvet. Shka së kone vërtet, që ato vora, unë ati një vorë e kom gjetë të kryet e një fëmijës, e kom gjetë një pare, a ka qenë persisht, arabisht, po sigurisht e ka pas në flokat pare. Fëmiju. Edhe, po fatkesisht e kom hupë atë parën. Qatë ditë që e kom gjetë, qatë ditë në Karas, e kom punu me dorëza, në Karapi dorëza, e parja. Ato e në afer shtëpive, sa? Shumë afer, 100 metra, bashkë ku banoj unë, shpijin ku e kom, 100 metra.
Ka qenë në te Gjerajt, çka më pëlqen pashtrik përveç qerave, këto objektet fetare, xhamiat i kanë do punime të jashtëzakonshme, një piktori ton të nderuar, edhe çka është karakteristike se ato afresket në xhami, ato punimet se kupollat janë ato punime të jashtëzakonshme, arabeskat, edhe teksti është në gjuhën shqipe. Që janë të rrallë këtu pari vjen. Arabeska është në gjuhën shqipe. Po, edhe pjesët kuranore janë të shkruar në gjuhën shqipe. Këto janë që sa vite nuk e di qysh. Xhamia e fundit është ndërtu në vitin, unë kam qenë në gjimnaz, vitin 1983. E qatë herë në i ka bo zotëria i nderuar Demir Beluli. Piktori Demir Beluli i ka bo ato. Po, a i ka bo. Edhe naltu me remetu xhamia vjetër, po është ndërtu e reja, po këtë ato... Do me thonë viteve 80 i bo xhamiet te Gjerajt, a? Njëjtën kohë, në njëjtin vit janë bo 8 xhamiet. Ajo nalt është me remetu, poshtë është ndërtu e re. Ajo ma vjetra ku konë? Ku ju konë ato ma vjetrat? Ma vjetra e dyta ka qenë mes fshatit ma naltë te Gjerajt. Nuk ka, tash aty nuk ka xhami mua? Jo, xhami ka. Po? Po ka qenë edhe një xhami para asaj, nanën e majtë fshatit, i bjen në verit fshatit, në gjithë me fshatin, afar është aty. Bili tash ajo është pronë e jeme, ai vendi xhamis, e kanë lënë atë vend, e kanë bërë tjetër në xhami. Po ma një 200 metra ma në aton ka qenë një teqe. Para xhamive. Aha. Si mbas disa pleqve që ma ishin në mend, se kanë majtë mend që ju kanë thonë. Gojdanove. Po. Teqe që e kanë përdorë edhe Golmidolli, edhe Lerani, edhe Gjerajt. Pastaj kanë këto xhamiet më. Ta në xhamia e parë. Bajram, ju jetën e përditshme me shka mirëni kështu më shumë? Përveç do më thonë që keni pasion edhe historinë edhe do më thonë dëshirat për me ditë më shumë për historinë e vendit. Për me gjallë, jam blektor. Blektor? Çka run dele? Dele. Çfarë race? Racën, na i thojnë këtu, në Lugin i thojnë belka, pa ata nuk janë belka, ata janë bejka. Bejka? Bejka, jo belka, po e kanë ndryshu. Vesh një loj kene, apo keni ma shumë? Një loj. E përveç deleva, kje dhe ka fshjera? Gjerajt janë të ndimë për do... Me dele shkojnë qëndë. Unë i du gjitha kafsht, po mas shumë të i du kualt, qëndë dhe dele. Kini na i kali? Jo, kali, se është hobi i shtrejt. I kushtu shumë dhe vështu. I kushtu shumë, shumë i kushtu shumë. A kini bu vazhdimisht blektorin që është maharat, apo... Dikun dhe në vitet 90-a në familje time, kjo nuk është lavë, po mu vjen këtë se i kemi pas 5 shtalla. 5 shtalla? A tash nuk kom as koqak për pula. Po... E kemi non, dhe në vitet 90-a i kemi pas. I kemi lon këtë. Do më thonë një vazhdimisht ko kështë një marën me... Po, familja jeme kanë qenë blektor edhe tregtar. Sidomos për për tregti janë të njohto i Gjerajt. Tregti pin kod Perandërisë Osmane kur kanë qenë pazarët për stërgjyshin tem, pazar Selaniku, Nishi, Prishtina. Këto metropolit e horat të mershme. Ka qenë tregtar i kualve. Po, në atë kohë kanë qenë. A e kene dhe ju një par pasioni? Trashëgum pa ka qenë. Për kuaj? Po, i du, kualt i du, për këtë kashve i du ma shumë ti, po më kushton me rujt kali, se tash duhet me rujt, pa i s'duhet me punu kur gjohë, po dhe të në herë, ma herë dhe më thonë, i kanë shqytë zu për orën e për... Po.
Del me shëtit kështu natyrë, me bo shëtitje. Rregullisht. Po, në atë pjesën që... Rregullisht. I vizitoj, i kemi kronin e Shëngjergjit. Ku është e kroni Shëngjergjit? Kroj Ilaçit. Kroj Ilaçit. Qysh është një me puna që ti krojt Ilaçit, pse veç gerajt me pas krojnë e Ilaçit, si në Shqipni kisha Ilaçit, edhe ka gerajt e Gerajt e Ilaçit. Gerajt e kanë krojnë e Ilaçit. Këtu në Preshevje thonë kroj i keq, edhe te ki krojnë e keq. Po ti kroj i keq, për thonë s'pethojnë kroj i Ilaçit. Ja. Kroj i Ilaçit veç te gerajt. Po i Ilaçit, megjithse ai ka qenë kruj i kismetit. Që të reklam, që është kjo? Po e di se theshin nuk bon njerëz të martum nuk shkojnë atje. Për ditë Shëngjergjit. Duhet veç këta që jënë beqar. Beqarët me shku. Si qikët, si gjendë. A vlen halo kjo? Jo, tash. Ashtë ajo ofertë halo të kemi. Atëhere, ajo pjesë na kemi pas kronin e Ilaçit. Me shku, atash që shpeshof, është qarshia në Preshevë. Mu njohë, trite. Plot qarshia ka, dhe më thonë që jëmë bu për me... Kanë zëvëncu krojnë, dhe më thonë. Kanë shku, kanë maru flia, që kanë gjithë ditën e kanë shku, kanë mledhë dë farë barnishtat, dë farë, për... Shkojnë njerëzit hala me mushuja ti për Ilaç apo për që ka me jetë jem në Ilaç sigurisht në shtetë? Shkojnë, unë e vizitoj edhe e pastroj kanë erat. Po janë do të pasionum ma shumë se unë, shkojnë a gjej, kanë bo karrika, kanë bo, e pastrojnë ma rregull. Bravo. Me minë baj. Shof, lojnë pare ati, lojnë sende qarap, shall, majic. Ato mi pastrua, po... Jo, ato i lojnë për me jo bo Ilaç. Një farloj si besytni, Po, edhe... Ti shkruja një letra, ti leni veç pare. Barëm di që ka boj me ato. Për para i lishin parat e hekrit, edhe ato mi kemi marë kush i pastrojke, ka pas lejume. Po tash ato mo parat e hekrit s'ma kur kushtu. Kanë hullë, 5 dinar, 10 dinar, 20 janë. Po, e shti pilojnë të letrës, pa ato për prishën. Ato që në prima, il prishën. Ato mu nuk... Interesant kjo historia kronit Ilaç. Fundit, para një vitit i kom qu do shok, një kish pas për kismet, ka marruj njeni, bile është emni s'pja përmendje. Jo, mos ja përmendje. Ai tha po mdalin dë puqra në për trup. Po? Edhe nuk e kom taku mua vetë, a ju kanë hek. Kjo u martu sha shkoj për kismet. Po. Po që kam... Që të Ilaçi ku ka. Po, u martu, bilet... Si vjetë e bojnë edhe darsë. Në një vitit, ai u feju, u martu ne... Ti për uji fort ku ka. Me efekt. Besoj se ju s'keni nevoj me. Jo, pashtriki ka nevoj. Për për vete. Duhet me pru qasi ujka pak, duhet me pru mu gjindë kanë janë, mu gjindën. Bajram Nikoki jetu jashtë Preshevës, ki jetu në Evropë. Si i ri, po. 2 vite në Zvicër. Po. Nuk kom shkoj shnetis, po unë e lash. Po. Edhe, a shkove mua, nuk shkove? Po mas një 10 vite shkove në Belgjik. Po edhe gje trazirat në Shqipni, unë e boj shamen se këtu si mos jam, s'bon heq. Era. Qështu dok Presheva mas nej, pas një kohë që do më thonë mas i ka nejt një kohë në Evropë atje, qështu dok mas nej Presheva, ose a ki pas një farë perspektive, ose... Kështu, unë e mendë se prishna me ardhë, se tu i majtë mendë veç me ardhë e shpia. Po. Edhe normal, se më do ke mirë. A të ndryshoj të në mendimi, a thu pëse e edhe, ose... Kur e pa jetën atje qësh? Jo, iq kur. Një përvojnë Zvicër, një përvojnë Belgjikë, edhe mi krasu tash ato me rathana. Dy vende kitë ndryshme prej këtu bujtë. Shumë ndryshme, po une nështë nuk kom pas nevoj shumë. Edhe
për para, nuk e di pse, nuk më ka dok. A gjë jeta e mirë, natyra e mirë, rregullat, ketë, po për mu jo, nuk... Edhe pasaj dhe më thonë, fillut më marrë me blegtoria, po? Prej Me disa kohëve. Para 5-6 viteve. Po. Me janis me bo diçka se... A ju ndihmojnë komuna, do më thonë si fermer ju që jeni, me ju subvencionu diçka, me ju... Pasi që keni edhe dele, është... Bajagi është... Një herë një ndim e kum pas, edhe ato dyqysh si pahire. Qështojnë. Se s'ka vend. Erdhë komisioni, kjo, pe thomë kështu, erdhë komisioni, ata komisionerët, unë e njëfësha i kisha shok. Edhe bashkëpartijake, erdhën në parë, pa kafe, unë, ku i ki shtallën dhe s'kom. Shtallën e kom qëtërkun. Po, dhe në shpe, jo. Në shpe si kom, ato. Edhe, pe ja bojmë ka një kafe ati, po dull një frime edhe ata dokumentet që i këshim pas ata i qoj frima, i qoj mbaq. Edhe normal unë si zot shpija u qove mi marë, kure pash para koheve e më një shko një fshim. Edhe e lash ata e panë që e pash. Po. I paskën zonë ngusht. Po. Me atë që Po e pash që i shkon, një shumë mirë e pash i fshim, po si thash. Normal se... Po. Po mas 2-3 ditëve njeni prej tine këtu në qytet. U takum, tha, shumë tha na erzora. Tha, ma kemi vendos ta me të ndu në list, apo si mos na pengoje dikush, ta jetë. Si të na pengoje, tha dume me të hekë. Ta që jaka, ta që ishë mos e keni gajle. Ta se solnona. Po. Mira ma, më kishim ndu në list, s'ka reagu kërkush mua, dhe Sa mirë. edhe e mora një kos. Njëfton me ti ato e përdoar. Ti ki shumë toka që, ki shumë... Unë e tokë, unë veç livada i kom 10 hektar. Ti bile ja e to pas ka prish kosa të i Po vato, 10 hektar. Mirë është. Po, na njifemi si pranar tokave me miqën, kemi shumë hektar. Kryesisht i keni të gerajt, ha? Prej në Rajinës dhe në Tabanacë. Kemi tokë, po shumë pak e punojmë. Po, jo, është diçka tjetër. Të miqës janë ketë në Zvicër, une me gjemë që në shpi, dërsa se hala nuk e di, a kanë vendos me shku, edhe ata, pasim pas një registrimit, pa ma bo pyetjen ju, e kom bo një registrim kështu, vetë anak, vetë, për ma halën. Po. Ti kom rrëth 500 banorve, 84 jemi këtu. Kusheri. Lagja ju, mahalla ju. Po. Në përgjithësi se punon tokën, kushi, na, ashtu, po, unë e mirëna me që të dele, e kom njësë si hobi, po, është biznes i mirë. A i kishit këshilu të rritë mu marë me këtë pjesë, do më thonë, bregtorisë e bujqësisë. Po, Fitim ka, po unës nuk muj, kur s'muj as gjeme me më ju thonë rëni, s'muj as po, më ju ama për thonë shembull, as rëni. na kena dëgju që herëve do më thonë, kove të fundit po i shohim në për rrjetet sociale që po jënë do të ri që po miren me këtë pjesë. Do më thonë, po investojnë, kanë shtallë, kanë... Po, shumë mirë është të... Edhe për kanë sukses, për ja dali financiarisht, Po, ka shitje sa me desht, edhe mirë, kur banat shitën, me se kemi prej disa trektarëve, kemi pak pengesa. Çu mendon pengesa? Pengesa se me këtë sistemin shteti i Serbisë që ka tash, jep subvencione. Po, për kokdele, për kokdele. Po, për kokdele. Mira modele, kur ti boja 10 vite, ajo hargjohet. Edhe ata ta lejojnë me hekti atë. Po. Qoje ku dush. Bile që përblen, që i koni sukseshëm, 10 vite me dele, ta që ki numërin, a i ki 10 dele,
që i kanë bo 10 vjeta, 20, 50, se ki fermerët majnë në Serbi, edhe që ato dele ato shitën, vinë këtu shitën për kurban, tregtarti. Na prodhust pak e kemi problem. Unë e tokë kom rreth dikun 35 hektar më kanë metë, për 50-ve, muj shumë me rritë numrin, por nuk guxoj, apo muj mi shitëne. Ski trekt stabilitetit. Po nuk muj me ditë se më varët sa dele jënë plak manalt, edhe ata i hekin, ata nuk presin kurbana, ata i binë këtu i shesin. Me gjithë se tregtarët e kanë përfitim, mira mo, neve ka pak në pengoj. Me gjithë se nuk kanë faj veç tregtarët, edhe bashkësit islame. Edhe ata diçka po bojna? Po, në përmjet atin veprejnë kurbana. Po, organizohen. Po, ndërmjet mira mo ata, unë për 6 vjetë, sa rruj dele, të unë s'kan ardhë as njerë. Kanë qenë Preshevën është. Në Preshevën. Tregtarët. Po, tregtarët, që është tregtarët. Unë edhe një detaj, jo si i sukseshëm, si i regullt, me atë veprimtarin time me delet, se kom bo as një problem me i hek vot ato tatuazhe që e bojnë deleve, edhe më therën në cilësinë e veterinerit në Kragujevc me shku seminar. Dhe unë nuk habita, nuk jam ani, më konë me pa, shkova. A gjeta kova plot veteriner, po një ndër ta tha, kolegë, tha ti nuk je për me rujt dele, dhe unë për ta gjej një biznis, me i mledh ato delet e plaka. Po? Dhe të ju shitën, a i mendoj kësë me veterinarë, më thë ke kolegë. Të ju shitën për kurbana dhe mos rujt delet, edhe a disa po më ofrojnë ata, kjo ka qenë para 3 viteve, ato delet me marrë ka 60 euro. A ko 150. Kurbana. Edhe ato me të njofshëm. Se kom pranu, thash, jo, thash, jam fermer vetë, e çfarë fermeri, unë kisha pak dele, po nuk më dok e mire. Po. Me rëndësi që ju kushtin e blektorit edhe e plotësoni edhe për që ato ju kanë plotësoni, po për me plotësu kushtin, apo më ju majtë regullove, blektorit duhet shumë goni fort. Edhe psikikisht. Me pas durim. Edhe po. Durim se të rinë mend, s'pa ku unë që ashtu po mendoj. Kur gjumë për 6 vjetë se në boj rahat. Po, se të thëmë vetë zotë. Edhe shumë pengon kur blegroj. Se e di se lypin t'i shka. Ato e kom që mu ka bua e vez, është zorë. Po. Edhe i fort duhet me kona, ma dhe psikisht. Jo veç me fort, po edhe me mend se... Je shumë i lidhën me fshatin, i angazhu në bashkësi lokale, i angazhu në politik, në bashkësi lokale jam angazhu, jam koni sukseshëm, në politik jo, si jam koni sukseshëm. Po s'di, s'kom po kur farhajde. A në zishef produktet, a në zishef rezultatet. Po dhe tash dele për uj. Jo. Po 12 vjetë me pas ruj dele, ishna bo fermeri madhë. Po. 12 vjetë si kryetari bashkisë lokale, apo me parti. Kishna bo delet e mija, në ashte 500 copa. A mban mend diçka atë kohën kur kanë ardhë profesionistët me deminuat zonën e Gjerët, me atë, se u konë shumë me kontaminuma jo pjesa që... Regullisht kam qenë me ta. Jo regullisht, po më thershin në për pronat e fshatit, ku ishin, me jam në shkrujt unë. Si ka ashtu regula, ishke unë me jam leju, unë u kry, me jam në shkru, me jam... Kishke edhe pengesa njerës të ke kom jellu në grunë. Ma prishin grunin. E ta në dushke me bindu, ti tu livru 1 vjet, 2 vjet, 13 vjet, zatet në raket, në minë, edhe... Ta në u bindë që në i hek, që ka pas shumë. Shumë ka pas edhe ato në vende kështu, kam bombardu në vende pa vend.
veç me hargju, me hek mallin, trupin në plan. Ati ku a ka pas pjesë të artillerisë, të armatës? Ka pas. Po ma shumë kanë hargju armatimin dikun në përpraj, veç të largojnë për aeroplanit. Nuk ka pas caktum për shka ju në gjujt ato? Cakot në disa vende ju kanë tregu se na që to ja vojmë, ma shumë i kanë hargju veç mos ta kenë rrezik kur të kthehen në bazë. Edhe tash ato i keni pastru, ju në pastru prej... Po, ju në pastru, po një ndër ata deminerët ka thonë diçka që duni më rujtë rregullisht. Se të më thonë ko edhe... Se ato aparatët që e gjeshin, nuk e di që ju thojnë aty me... Dikund me centimetra është, me 10 centimetra. Asha identifikojnë mjetin shpërthys, po. Po, ato mjetët, po ko është botë kanë shku fell. Ka shku mbi 1 metër, raketa nuk ka eksplodu, ka metë që ati. Po dëneherë kur të punoj e dikush. Ata, ajmë pa të sugjeru një Kroat, se ata në konë përzim. Të Balkanit, ka pas edhe të Bosnës, të Kroacijës, të Minera, të Serbijës. Pa i Kroatit dhe këtë duni ju mi ditë vendet edhe na për ata venda kur mos prekni. Na kemi gjetë sa kemi mujtë, po edhe shumë jesin në tokë. Po dhe ke mas kjetë që është ku janë arat e punushme. Se ati regullisht punoni. Ati në tekët me qelë bënar, ati në tekët të bëj një shtëpi. E ku janë pronat shtetit, ati edhe s'lejohet, po kanë deminu, kanë hek mina shumë, po edhe shumë kanë metë. Simbas ati dhe ke runu. Po përsi? Shkëzëm, shumë tema të mira janë folën. Interesant, pa këto rëfime pa të gjume. Po, se për shumë që është dhe kush për punën e minave, ose punën e toponive që folën për historinë e tjere mujtë me ditë. Po, unë për fond kisha dasht me na dhoni mesazh për trit që jonë të nejtë këto, që duhen me vepru këto, çaj kishe thonë atë për me i motivu ata? Kishe pas shumë shka, po me motivu një të ri duhesh edhe me ndimu. Mundësi jenë se kemi. Po nuk mujmë edhe me thonë hesni, që është maj keqja, duhet me shujtë. Po të rive, mujmë me thonë një gjanë, se mujmë. Nashte me gazepe, me mund, me asi, po mujmë. Edhe ti koni ri edhe je këthy me kontribu këtu? Jem këthy. Po edhe tash unë mundësit matë maja me kontribu këtu, me boti shka, se së është veç Evropa, se edhe agje biljo shumë rëndë, ku shukon e di, ju zdia i një konë, po rëndë është. Une veç orarin se ne kom përbalu. Nashte punë o konë si qdo punë, mira më orarin se ne kom majnë. Sa është e rëndë. Gajden me. Me punu këtu, sa punohet në Evropë, kejta i ki. Ma ndryshish me? Unë si blektore kom pasë mund shumë. Po. Mund shumë. Po është edhe një gjahë. Unë kështu vullnetarisht e kom bo një loj ankete. Kom dalë në treg, edhe i kom në gjithë tezgat. Në treg tonë, në Preshevë. Po, shqitësit ata ati. Atë vit kanë qenë 34 tezga. 4 vendorë. 30 të ardhëm, edhe ato trektar, edhe kështu mos shprejna, po shprejna trektar, veç trektar edhe ata vjedhësa, se do thotë ato vagët që kontrolon kërkush, ata vjedhin, ma shumë vjedhin se fitojnë për të vjedhës. 30 ardha cak, vinë në vjedhin, të më shesin, nësë si jemi në gjendje prodhimet që i hajmë, mi prodhu që do në prodhimet bazë, po thoni. Po, si bojmë na, i blejmë.
i blejmë prej tregtarëve. Për 34 tezgave veç 4 tonë këtu, prodhues. Tash është shumë numri shumë. Që ti shifot... Po, edhe pse ju e thatë shumë mirë që do thonjën do sene që pas sfida nuk mundën më bo, edhe se diçka, për shembull blektor edhe po ndim që po investojnë në për firma ose biznese tjera, cilët po e gjin vetën të rritën në Preshevë. Unë kisha dash me të falemderu që je kon pjesë e Podemekastit, edhe që i bënëm këto tema të interesante, apo shqipëzën? Po tjetër bile po më tërheq me shku me i pa Gerajt ma shpesh me vizitu Bajramin a që me punë të veta. Une tash fillon vera prej sot ka fillu. Po. Po pi sot muni me kon nëse tuat mas Ramazanit, mas ati kalendarit honor tonit. Po, t'juvit. Muni me ardhë të prona ku i ruj delët, a gjë kom tavolin, kom shtëpis, kështu. Atëherë do më thonë e pas me dhe ftesën për me shku me vizitë. Safer, a gjë, ndër lisa që i ruj që 40 vite. A ka malë të Gerajt? Komun. Edhe muni me marrë edhe shok, me ardha gjë. Faleminderit shumë për këtë ftesë edhe për këtë tash po nafton veç neva kreve se na imi shumë që na përcjellin. Krejt. Na me pa Gerajt. Punën teme. Po, sigurisht. Edhe të Gerajt. Ai punon me delet një mesen roma me pyet këtu gjathin, gjizën ato. Jo, ato s'kemi kushte mi po ato. Duhet shumë punë. Po. Ato jo, po prodhim nishit po. Kinja, kurbana, i keni malir kurbana. Mësim keni nderu me fja. Faleminderes, Pashtriki. Na ju falenderojmë edhe njëherë që ishit pjesë e podcastit. Këtu e përmbyllim emisionin tonë Podemekast dhe shihemi në episode tjera. Falenderoj edhe nga ju. Mirë takofshmi epizodet e radhës.